SPAK goditi një rrjet të dyshuar ndërkombëtar të trafikimit të kokainës dhe pastrimit të produkteve të veprës penale, si dhe ka lëshuar urdhra arreste dhe sekuestro mbi pasuri të shumta. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar kryesisht dhe ka kryer hetime për veprat penale, pastrimi i produkteve të veprës penale, kryer në formën e bashkëpunimit të veçantë me atë të grupit të strukturuar kriminal, trafikimit të lëndëve narkotike e kryer në formën e bashkëpunimit të veçantë atë të grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale apo grupi strukturuar kriminal. Mbi bazën e kërkesës së prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar ka caktuar masën arrest në burg për 15 shtetas shqiptar, mes tyre AH, AI, OB, DA, LK, ISH, si dhe masën e sigurimit arrest në shtëpi për 5 shtetas të tjerë me iniciale GI, LB, EJ, BM, ER. Policia e shtetit në bashkëpunim me Byron Kombëtare të Hetimit ka ekzekutuar 4 masa sigurimi dhe vazhdojnë kërkimet për ekzekutimin e masave të tjera të sigurimit. Në zbatim të vendimeve gjyqësore, janë zhvilluar më shumë se 50 kontrolle të personave, banesave, zyrave të shoqërive tregtare dhe personave fizik. Trafikimin ndërkombëtar i lëndëve narkotike. Në kuadër të një hetimi të gjerë mbi trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimin e produkteve të veprës penale, autoritetet ligjzbatuese kanë dokumentuar veprimtarinë e një rrjeti kriminal që dyshohet se ka operuar në disa shtete të Europës dhe Amerikës Latine. Sipas hetimeve, personat në hetim AH dhe LK dyshohet se kanë pasur rol drejtues në organizimin e trafikut ndërkombëtar të kokainës nga vendet të Amerikës Latine drejt Europës, përmes porteve kryesore të Belgjikës, Spanjës dhe Holandës. Hetimet kanë evidentuar një strukturë të organizuar që përfshinte furnizimin, transportimin, magazinimin, përpunimin kimik dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në vende të ndryshme europiane. Nga të dhënat hetimore, rezulton se në këtë aktivitet kanë bashkëvepruar dhe 7 nga personat në hetim, ndërsa janë dokumentuar lidhje dhe bashkëpunime me shtetas të huaj dhe grupe kriminale që operojnë në vende të ndryshme. Sipas organit procedues, një pjesë e investimeve të dyshuara lidhen me prona dhe projekte ndërtimi në Tiranë, Palas, Himar dhe zona të tjera bregdetare, si dhe me shoqëri tregtare të përdorura për sharkullimin dhe investimin e fondeve që dyshohet se burojnë nga aktiviteti kriminal. Gjykata e posaçme e shkallës së parë vendosi sekuestro preventive mbi disa pasuri, refuar kontratave të shitjes nga shtetasit me iniciale ASH, FS, BS te kompania AIDSH, SHA. Shuma e sekuestros preventive arrin në mbi 128.4 milion euro. Gjatë verifikimeve, janë sekuestruar disa vila dhe llogari bankare, apartamente, garazhe dhe automjeta.